Pron fjallën? Po. Po, mund prezentoheni? Përshëndetje, qetësor Brauna s'ka pari. Unë erdha këtu, nuk jam banori i njësisë, këtu, dy, po këtu mua më sillin, kam vëllezër, kam motra, kam njerëz të njohur, kam fëmijë këtu, na sjell shteti dhe kryeqyteti, që këtë kryeqytet Rama e ka bërë vetëm me vjedhje. Vjedhje dhe vetëm vjedhje, asnjë gjë nuk ka bërë. Kam ardhur të them fjalën time këtu, se kam vajtur emigrant, shumë kohë kam kaluar dhe kurbetja është i rëndë. Ndaj dhe këngët e vajt, ben këngë vaj, se po t'ishte lezet, do t'i thosh i lezet. Kurbetja është i vështirë. Rama na i përzuri fëmijit. Me dhimbje, lëvizja e lirë është kudo, po jo e detyruar si që ka detyruar ky maskara. Dhe përshëndes këtu doktor Sali Berishën, për moshën që ka, është mjaft energjik si djalë. Dhe të mos përçahet Partia Demokratike, nuk duhet të nxjerrë shumë emra si Saljani. Ai e ka bërë personale, se po tjetë bashkimi bën fuqinë. Ai ka dalë në shinat dhe i them, nuk ka në një mendim të keq për te, është djalë energjik, me sa një unë, aman të dalësh për interesat e tua, vetëm votat e Opari do marri. Ne kemi anë të marrim të Opari dhe të gjithë Shqipërisë. Dua të them për Ramën se këtu ngelet. Unë ka folur herën e parë, këti nuk ka me fuqi. Ky dhe vetë çuditë që s'me heqin. Për vjedhjet që ka bërë, na bën budalla, na bën çështje lajmi, kudo që vete Rama dhe në banjo të vej Rama bëhet lajm televizor. Dakor, faleminderit shumë. Rama me Baluken, të dy këta si mbytur i mbas flokut vetë. Le të kapi njëri tjetrin se Rama si ka rënë floku nga vjedhjet, jo nga mençuria, jo nga puna. Ai është hajdut i lindur. Dakor, faleminderit shumë. Ja, në qoftë se më lejoni. Po të lutem pak shkurt që t'i lëm hapësirë dhe Po, tjerë. patjetër. Dhe dua të di, i bëj pyetje doktor Sali Berishës, për grevat që do bëjmë në datën 24 dhe në të ardhmen, duhet një qëndres. T'i vëm kosht, t'i vëm kokën muhabetit, sa do rrim dhe të ndërrojmë, jo t'i ikim dhe mbajmë fjalim dhe t'i ikim. A i këshu tallet me ne. Duhet një qëndres mjaft e fort dhe deputetet e PD-s janë gati 50 deputeta nuk e diu të shpërndajnë çfarë bëjnë këtu. Këtu kemi të nevojshëm vetëm Sali Berishën, që është prirë si jonë, ka lindur për demokraci, u dhe heq kauza. Dhe e vum një lull bash atje për lideri del vetë, jo ta caktosh me gisht. Dhe na janë i bukur ishte, lulle ishte, qarë, berja dhe marveshje me Ramën, dhe e ka qua Shqipërin në fund fare. Ju faleminderit për fjalin që më dhatë. Po. Ja, një moment. Te zotria atje, po. Po pra, So, mi mbrëma, unë quhem Ardian Heta, Tiranës, dhe i vjetër Fort Bilës. Përshëndes zotin Berisha, edhe po t'jumin aty dhe do t'i bim shumë shkurt. Unë kërkoj nga Partia Demokratike që ta fitoj mbështetjen në popull, ka vetëm disa rrugë të qarta. Kam dëgjuar disa foltorë zotit Berisha dhe nuk më kam pëlqyer ato. Dhe dini pse? Jo se unë nuk jam demokrat. Unë jam antidemokrat nga ato të parat fare Bilës dhe antikomunist Bilës, por që t'i mbushim mendjen pjesës tjetër që nuk e voton lijen e Partisë Demokratike, neve na duhet t'i tregojmë aty çfarë do bëjmë ne ndryshe. Jo tregojmë me gisht lart e poshtë se çfarë bën Edi Rama, Balluku e tjera kompania e bukur. Kto gjëra i dim. Janë hajdutur, mjafton një t'ja themi dhe hajduti mbetet, nuk mund ndryshojë. Po t'ja themi për ditë nuk bëhet as më shumë as më pak. Ai vjedh dhe vjedhja e tij ka këto pasoja.
që ai me vjetën që bën nuk ju ofron juve atë që ju meritoni. Dakord? Pra juve ju mungojnë ilaçet që shtot zoti Berisha, mungojnë rrugët e sinjalistikën e plot ku po vriten fëmijët tuaj nga aksidentet e ndryshme. Uji i pishëm, korrenti, të gjitha ato gjëra, të cilat ne kemi 30 vjet që i dëgjojmë. Kur kemi dalë në 1990-ën me thirrjen e duam Shqipërisë e gjithë Evropa, ne kishim shumë shpresa. Dhe këto shpresa i përdhosi si Partia Demokratike dhe socialistët dhe gjithë rangu politik më mbrapa. Asnjëri prej këtyre nuk punojnë me të vërtet për interesat kombëtare të popullit tonë, por punojnë me radh parë për të pasuruar veten e tij dhe për dhe ato idhtarë që i qëndrojnë atyre afër. Falni për kritikën, unë do të jemi i pastër sot. Sepse nëse kemi një pension minimal të një gruaje ose një burri i cili ka punuar gjithë jetën për familjen e tij në këtë vend, i cili shkon ke diku ke 300.000 lekë sot, që është shumë, po themi 300. Dhe e krahasuar me pensionin e një deputeti, i cili është gati 10 fish më i lartë se sa i atij punëtorit, cilit ai i kërkon votën më mbrapa. Kjo është e pamoralshme. Unë kërkoj që Partia Demokratike sot e zoti Berisha, duke më njohur shumë mirë se kush jam, mbaj mend emrin Heta kam bën mirë me zoti Berisha. Po. Atëherë zoti Berisha do të thot ju këtu sot që kur të vinë në pushtet Partia Demokratike, sepse Partia Demokratike nuk është zoti Berisha. Partia Demokratike jeni ju të gjithë. Pa ju s'bëhet Partia Demokratike. Pa ne asgjë s'bëhet. Në rregull? Unë kërkoj që Partia Demokratike të kërkoj që mbasare së saj në pushtet në qoftë se. Kush foli? Po vazhdoni. Unë kërkoj që Partia Demokratike të kërkoj të shqyrtohet me hollësi pasuria e të gjithë politikanëve shqiptar. Të paktën në 20 vjetët e fundit, qoftë ky socialdemokrat, socialist, demokrat, nuk e di çfarë është. Sepse ne vetëm kështu do krijojmë besimin në popull që me vërtet grupi i ri i politikës të Partisë Demokratike do krijojë një klimë të shëndetshme ku me vërtet prosperiteti të jetë mes nesh duke në mjet punës së ndershme, aktivitetit ekonomik e me radhë. Juve sot nuk mundeni dot, zoti Berisha, të tregoni me kish nga Partia Socialiste, që kjo është shumë e saktë kjo që bëni ju, por ju nuk keni aftësi juridike të denonconi diku, sepse i gjithë sistemi gjyqësor i tyre është i kapur. Është e kot. Ju denonconi kot, lart e poshtë, gjëra që dihen qartë fare, dhe qofse prokuroria e shtetit nuk punon ndaj atyre që shkelin ligjin, se ky është i vetmi fakt që duhet hidhet në aksion prokuroria, jo i kujt partie i takon, po çfarë ligji ka shkelur për vëlla. Jo çfarë ngjyre kishte ky, ose miku kujt ishte. Për sa i përket këtyre troplinëve që ju përmendi lart e poshtë, është shumë e saktë edhe kjo. Është shumë e thjeshtë. Me ardhen tuaj në pushtet, kemi ndjerim një ligj që të vërtetohet se nga i fituan këto para, çysh erdhën e çysh u bën, dhe këto në fund fare ngrihen dhe i kthehen siç bëri antimafia në Itali. Jo me shumë sukses deri më sot, po që të paktën premtojani popullit këtë. Ju mund premtoni heqjen e taksave. Të gjitha aktivitetet që punojnë në Shqipëri, njerëzit, rrogat e tyre t'i gëzojnë njerëzit. Pse do të merrni taksa ju për lekun e prodhon banka e shtetit? Pse doni taksa me lekun? Se kuptoj këtë gjë. S'ka nevojë, ai që punon me ato 1 milion, asë, 1 milion po thonë ko 700.000 lekë i mban ato pjesën e sociale. E shtyni firmën, të cilat janë të pafuqishme në konkurrencën me jashtëtit. Janë të pafuqishme firmat të cilat të paguajnë pjesën sociale të një rroge. Pjesa sociale e një rroge, ju ja ishni nga rroga bruto. Tani firma me 1.000 mekanizacione i shtynin drejt rrugës së ilegalitetit duke ja mbajtur. Po ishani fare, lojrani. Lejet i ma njerëzit lekët, se lekët do t'i kthejmë përsëri në treg dhe kështu të fuqizohet ekonomia e vendit. Zoti Berisha ka nevojë ky popull për një qasje serioze dhe të sinqertë me ta. Ndryshe, ju nuk do keni suksesin që kërkoni. Unë nuk kam bashkuar as e vetëm, unë do të rri këtu ku jam. Përfundoni zotri, s'ka gjë, përfundoni. Edhe një e fundit. Në këtë vend këtu ju do të merrni 100% të votave. Ju në këtë vend zoti Berisha do merrni 100% të votave, sikur ju të sonte këtu të bëni një testim, një zgjedhje. Po juve nuk ju duhen votat tona, se ju ato i keni. Juve ju duhen votat e krahut tjetër. Pse nuk bëni një me vërtet, po. Dakor, jo përfundoni, s'ka gjë. Përfundoni, po. Pse nuk bëni një foltore ku ju të thrisni ekskluzivisht të gjithë ata që janë simpatizantë dhe zgjedhës të Partisë Socialiste? Flisni me ta zoti Berisha, asgjë të keq s'ka. Dakor. Provojeni, mund ta provoni. Faleminderit, sugjeroj. Faleminderit. Po. Së pari,
shpreh respektin më të madh dhe mirënjohjen ndaj kontributit të familjes tuaj në Partinë Demokratike. Dhe e vlerësoj shumë atë. Uroj shërim të shpejt babait. Së dyti, lidhur me bashkimin e Partisë Demokratike. Jo në dëshirën e Partisë Demokratike, por për shkaqe tjera asaj ju imponua një proces. Ju imponua një proces, të cilin Partia Demokratike kaloi me një sukses të paimagjinueshëm, në kuptimin që askush nuk besonte se do mund ta kapërcente.